Me të vërtet, njeriu duhet truhet se çfarë flet. Nuk është fjala diçka që thjesht era e bart, por e bart shpirti fjalën. Profeti alayhi salatu wasalam na ka paralajmëruar nga dëmet e mëdha të cilat mund t'i ketë fjala. Thot njeriu mund ta thot një fjalë, të cilës nuk i kushton as pak kujdes. Mirë pa, për shkak të asaj fjale, çfarë ndodh? Thot hudhet në xhehenem të poshtë 70 vjeshta. Dhe kjo është me të vërtetë, nëse kjo nuk na vëdëson, nuk di çka kam na vëdësu. Pra ti e thon një fjalë që nuk i kushton rëndësi fare, është lehtë me fol. Është me gjërave të ralla që askush nuk priton me fol, që është gjë lehtë. Mirë po, ki kujdes që ky lehtësim që ta ka dhënë Zoti, kjo është begati prej tij, falendroje, duke përdorur gjëra të mira. Mos fal veç fjalë çka të vjen. Çka të vjen gjuhë me çit jashtë. Kjo është me vërtet cilësia e njerëzve të ult. Për atë arsye të kemi kujdes se fjalët kanë pasojë të mëdha edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër.